عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, madhërimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, të lartë madhëruar, Zotit të botëve. Vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmoj po ashtu se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, vula e të gjithë pejgamberëve deri në ditën e Kiametit. Do të vazhdojmë me shpjegimin e librit Al-Usulu Thalathe, tri bazat të autorit Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Allahu mëshiroft, me shpjegimin e shehut nderuar Sheikh Doktor Fadilet Sheikh Doktor Salih ibn Fauzan al-Fauzan, shehu i nderuar me gradën doktor në fe, Salih ibn Fauzan al-Fauzan, i cili aktualisht është edhe kryemuftiu i përgjithshëm i Mbretërisë Arabisë Saudite. Siç e kemi shpjeguar, thjesht për efekt përsëritje e themi vazhdimisht se në fillim lexojmë tekstin origjinal, burimin pra fjalën e autorit të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, dhe më pas vazhdojmë me shpjegimin e shpjeguesit të Sheikh Salih al-Fauzan, Allahu e ruajt. Jemi futur në kapitullin e dytë të parathënies, jemi futur në parathënien e dytë, pra mund të themi në kapitullin e dytë ose në parathënien e dytë, siç e kanë klasifikuar dietarët, pra jemi në parathënien e dytë, në çështjen e parë të parathënies së dytë. Për efekt përsëritje do të përsërisim vetëm fjalën e autorit lart se çfarë tham në mësimin e kaluar, për ta lidhur pastaj me mësimin e sotëm. Atëre tham se autori, Allahu mëshiroft, ka thënë: "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار." Dhe më pas ka përmendur argumentin autori. Ne herën e kaluar morëm vetëm pjesën e parë të çështjes së parë. Pra pjesën e parë, çështjen e parë e ndam në dy pjesë dhe morëm vetëm çështjen e parë të pjesës parë, dhe sot do të marrim pjesën e dytë pra të çështjes parë. Autori tha: "Dije Allahut mëshiroft, këtë e bëm në mësimin e kaluar, se është detyrë për çdo musliman dhe muslimane mësimi i këtyre tre çështjeve dhe puna me to, dhe ato janë: e para, që Allahu na ka krijuar ne, na ka furnizuar ne dhe nuk na ka lënë neve pa u marrë në përgjegjësi, pa u marrë në pyetje, pa u marrë në llogari." Dhe e mbaruam shpjegimin e kësaj çështje. Tani kemi pjesën e dytë të kësaj çështje. Çështja vazhdon, çështja e parë. Tani pjesa e dytë thot autori, tani futemi te tema e sotme. "Bel arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nar." Përkundrazi, jo vetëm që Allahu i lartë madhëruar nuk na ka lënë neve të braktisur pa orientim, pa drejtim, pa udhëzim, nuk na ka lënë neve shkel e shko, pa mbikëqyrje, pa llogaridhënie, por përkundrazi, fjala e autorit tani thot: "Bel arsala ilayna rasulan." Përkundrazi, ai dërgoi tek neve një pejgamber, një të dërguar. "Faman ata'ahu dakhala al-jannah."
Prandaj kush I bindet atij do të futet në xhennet. Wa man asahu dakhala an-nar, dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarr. Dhe për këtë thënie të tij ai ka sjell tani argument fjalën e Allahut të lartë madhëruar, dhe ky ajet Kurani që ne do të lexojmë tani është argumenti kryesor I të gjithë kësaj çështje. Pra ne do ta zbërthejmë pastaj ajetin e Kuranit fjalë për fjalë ose çdo dy fjalë për çdo dy fjalë, shprehje për shprehje, sikurse ka shpjeguar Sheh Fozani, dhe thot argument thot për këtë thot është fjala e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu thot Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadhnahu akhdan wabila. Thot Allahu I lartë madhëruar në Kuranin fisnik në këtë ajet Kurani, ne dërguam te juve një të dërguar që është dëshmues, që është dëshmitar për juve, apo mbi juve, apo ndaj jush, apo kundër jush në ditën e Kiametit, ashtu siç dërguam edhe tek faraoni një të dërguar. Për ata që shkruajnë, e lexojmë përsëri ajetin e Kuranit. Pra Allahu Azza wa Jall thot Inna arsalna ilaykum rasula, me të vërtetë që ne kemi dërguar tek juve një pejgamber. Pra pejgamberi I fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse shpjegon më pas Sheh Fozani. Thot shahidan aleikum, është dëshmues ndaj jush, dëshmues, dëshmitar për juve, kundra jush, ndaj jush në ditën e Kiametit. Dhe tani Allahu Azza wa Jalla e krahason dhe e paralelizon ashtu si kundër thot kama arsalna ila fir'auna rasula, ashtu sikurse ne dërguam edhe tek faraoni një pejgamber, një të dërguar. Dhe ai ishte Musa alayhi salatu wasalam, pejgamberi që u dërgua tek faraoni, sikurse do ta përmendim më pas në shpjegimin e Sheh Fozanit. Dhe ajeti tjetër thot Allahu Azza wa Jall fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadhnahu akhdan wabila. Por çfarë ndodhi? Allahu thot, por faraoni e kundërshtoi të dërguarin, pra Musën alayhis salam. Dhe cili ishte rezultati? Allahu thot fa'akhadhnahu akhdan wabila. Dhe menjëherë neve e dënuam atë, e ndëshkuam atë faraonin me një ndëshkim të rrept, me një ndëshkim të dhimbshëm, me një ndëshkim të ashpër. Ky pra ishte teksti së bashku me argumentin. Dhe tani, sikurse besoj jeni mësuar, do të vazhdojmë gradualisht frazë për frazë të shpjegojmë këto që lexuam, siç I ka shpjeguar Sheh Fozani, Allahu e ruajt. Thot Sheh Fozani tani në shpjegimin e autorit, ku autori ka thënë bel ersele ilejna rasulën, përkundrazi ai ka dërguar tek neve një pejgamber. Fillon shpjegimin Sheh Fozani, Allahu e ruajt, duke thënë përderisa adhurimi nuk lejohet që të merret thot nga vlerësimi ynë apo nga pëlqimi ynë, pra nga miratimi ynë apo nga ato gjëra që na pëlqejnë neve thot, dhe as nuk lejohet që të merret adhurimi nga taklidi I fulanit apo I alanit, pra nga pasimi, nuk lejohet që të merret nga pasimi I verbër I filanit apo I fistekut, siç themi ne në gjuhën shqipe për njerëzve. Pra duke qenë se nuk lejohet pra që të merret adhurimi nga të tjerët, as nga vetja jonë dhe as nga të tjerët me pasim të verbër, atëherë Allahu I lartë madhruar dërgoi tek neve thot pejgamber që të na sqarojnë neve se si të adhurojmë atë, se si të adhurojmë Allahun e lartë madhruar, sepse adhurimet, thot Sheh Fozani, rregullin e njohur janë tauqifie. Dhe do ta shpjegojmë inshallah se çfarë do thot tauqifie. Që do të thot nuk lejohet që të adhurohet Allahu I lartë madhruar me diçka tjetër vetëm se me atë që ai e ka legjitimuar, e ka lejuar, e ka legjitimuar me sheriat. Pra tauqifie, thot Sheh Fozani, el ibadatu tauqifiyatun, që do të thot pra se ato janë të përcaktuara, janë të kufizuara, pra janë të ndaluara që të kryen adhurimet, vetëm se me argument. Pra, el ibadatu tauqifiyatun,
që do të thotë se ato, pra ne ndalojmë, ne frenohemi që të bëjmë adhurime, ne jemi të kufizuar, të ndaluar që të bëjmë adhurime, derisa të vinë argumentet që e lejojnë apo e legjitimojnë kryerjen e adhurimeve. Kryerjen e një adhurimi të posaçëm të veçantë. Dhe thot shehu, fel ibadatu tawqifiyatun ala ma ja'at bihi ar-rusul alayhimus salatu wassalam. Pra adhurimet thot janë tawqifie, pra janë të përcaktuara, janë të kufizuara, ato ndalohen që ne t'i kryejmë ato, vetëm se bëjmë ato adhurime me të cilat kanë ardhur pejgamberët e Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ta. Dhe urtësia, thot Sheh Fauzani, vazhdon shpjegimin e tij, urtësia për dërgimin e të dërguarve e pejgamberëve është që t'u sqarojnë njerëzve se si ta adhurojnë Zotin e tyre dhe t'i ndalojnë njerëzit nga shirku, pra nga idhujtaria, nga adhurimi i të tjerëve përveç Allahut ose bashkë me Allahun, si dhe t'i ndalojnë njerëzit nga kufri në Allahun Azza wa Jall, pra nga mohimi i Allahut të lartë madhëruar, apo nga mohimi i një shtylle prej shtyllave të Islamit, apo nga mohimi i një shtylle prej shtyllave të imanit. Dhe pastaj më pas Sheh Fauzani thot, kjo pra është detyra apo përgjegjësia apo misioni apo funksioni i të dërguarve, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ta. Dhe prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, kush vepron një vepër e cila nuk është në këtë çështjen tonë, pra nuk është në përputhje me këtë çështjen tonë, pra nuk është sipas kësaj çështjes tonë, pra sipas fesë tonë, ajo është e refuzuar. Edhe një herë thekson dhe përsërit Sheh Fauzani çështjen e adhurimit, duke thënë fel ibadatu tawqifiyatun, pra adhurimi thot, apo adhurimet janë tawqifie, siç e tham, që do të thotë se janë ndaluese, që ne ndalohemi, frenohemi që të kryejmë çfarë do lloj adhurimi vetëm se me argument. Pra në origjinë ne duhet të ndalojmë, duhet të frenojmë vetveten tonë që të kryejmë një adhurim nga mendja jonë, sepse ato na ndalojnë neve që të kryejmë adhurime kot sipas dëshirës tonë apo sipas pasimit të verbër të ndonjë personi apo individit veçantë. Ky është kuptimi tawqifie. Pra janë të limituara, janë të përcaktuara, adhurimet, ne nuk mund të kryejmë dot çfarë do lloj adhurimi, por vetëm brenda kufive të argumentit që ka ardhur Kur'ani dhe Suneti. Pra, ato adhurimet në origjinën e tyre janë të përcaktuara, janë të kufizuara dhe ne ndalohemi që të kryejmë adhurime nga mendja jonë, por vetëm kryejmë ato adhurime që na ka ardhur neve argument i përcaktuar nga Kurani dhe Suneti. Ky është kuptimi fel ibadatu tawqifiyatun, pra adhurimi ose adhurimet janë tawqifie. Wal bid'u mardudatun, ndërsa bidatet, shpikjet në fe, thot Sheh Fauzani, janë gjithashtu të kthyer mbrapsht, pra kthehen mbrapsht, pra refuzohen, janë të refuzuara. Wal khurafatu mardudatun, dhe gjithashtu thot edhe bestytnit apo supersticionet, trillimet mitologjike, tregimet, prallat, sajesat, mitet popullore që tregojnë njerëzit pa zinxhir transmetimi, pa argument, gjithashtu thot janë të refuzuara. Wat taqlidul a'ma marfudun, dhe gjithashtu pasimi fanatik i verbër është i refuzuar. La tu'khadhu al-ibadati illa min ash-shari'ati allati jahat biha ar-rasul. Pra, nuk merren thot adhurimet, nuk kryhen, nuk bëhen adhurimet dhe nuk merren adhurimet për të kryer vetëm se nga shariati, legjislacioni islam, me të cilin erdhi me të i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon shpjegimi Sheh Fauzanit fjalën e autorit i cili ka thënë bel arsala ilayna rasulan, përkundrazi ai Allahu dërgoi tek neve një të dërguar,
dhe ky dërguar është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyina, i cili është vula e të dërguarve, pejgamberi i fundit, pas të cilit nuk ka më pejgamber deri në ditën e Kiametit, të cilin e dërgoi Allahu i lartëmadhëruar që të na sqarojë neve thot përse ne jemi krijuar, përse na ka krijuar Allahu i lartëmadhëruar dhe që të na qartësojë neve se si ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe të na ndalojë neve thot Sheh Fauzani nga shirku, i cili është pra idhujtaria, qoftë ajo e madhe apo e vogël, pra adhurimi i të tjerëve përveç Allahut ose bashkë me Allahun e lartëmadhëruar, dhe të na ndalojë neve nga kufri thot wal maasi, nga kufri dhe gjunahet, pra nga mohimi i Allahut të lartëmadhëruar dhe i të gjitha atyre gjërave që nxjerrin njeriu nga Islami dhe nga të na ndalojë neve po ashtu nga bërja nga gjunahet. Kjo pra është, thot Sheh Fauzani, kjo pra është detyra apo përgjegjësia apo misioni i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot e transmetoi me një transmetim të qartë, e transmetoi fen me një transmetim të qartë, e kreu, pra e zbatoi, e përmbushi amanetin, e këshilloi umetin thot alaihi salatu wasalam, e sqaroi dhe e qartësoi fen, wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha ila halik, dhe ai thot na la neve thot në një rrugë të qartë, në një rrugë të drejtë, të shndritshme, në një rrugë të bardhë, të shndritshme, në një udhëzim pra të qartë, të bardhë, të qartë, që ndriçon në një rrugë ndriçuese. Lejluha kanahariha, aq e qartë është thot, saqë nata e kësaj rruge, edhe nëse është natë, ajo thot është si ditë, ajo ndriçon një lloj si dita, pra është e qartë, nuk ka asnjë lloj paqartësie në të. La yazighu anha ila halik, dhe nuk devijon nga kjo rrugë e qartë, nga kjo rrugë e shndritshme, nga kjo rrugë e drejtë, vetëm se i shkatruari, ai i cili është i shkatruar dhe ai i cili zgjedh rrugën e devijimit. Dhe kjo thot Sheh Fauzani është thot siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Thot Allahu i lartëmadhëruar, sot përsosa për juve fen tuaj, plotësova ndaj jush mirësinë time dhe u kënaqa për juve, pra jam i kënaqur për juve që Islami të jetë feja juaj. Vazhdon shpjegimin Sheh Fauzani të fjalës së autorit kur ka thënë qauluhu man ata'ahu dakhala al-janna. Fjala e autorit thot, i cili ka thënë dhe kush i bindet atij do të futet në xhenet, pra kush i bindet pejgamberit në ato gjëra që ai ka urdhëruar, do të futet në xhenet. Wa qawluhu wa man asahu dakhala an-nar, dhe fjala e tij thot, fjala e autorit, dhe kush e kundërshton atë pejgamberin do të futet në zjarr, pra kush e kundërshton në ato gjëra që ai ka ndaluar prej tyre, pra në ato gjëra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar neve që të largohemi prej tyre, të ndalohemi prej tyre, do të futet në zjarr. Atëherë kush e kundërshton profetin në këto gjëra që ai ka ndaluar dhe i kryen ato, patjetër do të futet në zjarrin e xhehenemit. Dhe kjo thot Sheh Fauzani ka ardhur thot kjo dëshmi, kjo deklarat, ky argument, kjo provë, pra kjo thënie ka shumë thot dëshmi, vërtetime, prova dhe argumente në Kur'anin fisnik. Për tyre fjalën e Allahut të lartëmadhëruar, ku Allahu thot me yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, kush i bindet të dërguarit thot me të vërtetë që ai është bindur Allahut. Pra shikoni se si Allahu i lartëmadhëruar flet qartë në ajete të tjera ku gjen mbështetje, pra fjala e autorit i cili ka thënë dhe kush i bindet atij, pra të dërguarit, do të futet në xhenet, dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarr, dhe e mbështet këtu Sheh Fauzani në shpjegimin e tij, e mbështet autorin me ajete të tjera Kurani. Dhe prej tyre ky ajet Kurani që Sheh Fauzani ka zgjedhur thot me yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, kush i bindet të dërguarit me të vërtetë që është bindur Allahut, dhe zgjedh disa ajete të tjera që do t'i lexojmë. Po ashtu Allahu i lartëmadhëruar ka thënë
wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. Dhe ne nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber, ndonjë rasul, ndonjë të dërguar, vetëm se njerëzit i binden atij me lejen e Allahut, me lejen e Allahut. Po ashtu Allahu i lartëmadhëruar në një tjetër ajet Kur'ani ka thënë: wa in tuti'uhu tahtadu, dhe nëse ju i bindeni atij, do të jeni të udhëzuar, do të udhëzoheni. Subhanallah. Pra shikojeni se si Allahu i lartëmadhëruar e ka kushtëzuar, e ka bërë kusht qenien e njeriut i udhëzuar, që njeriu të jetë në rrugën e drejtë, në rrugën e udhëzuar, duhet patjetër që ai të bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të jetë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe argument është ky ajet Kurani që ka sjell Sheh Fozani, e përsërisim, ku Allahu thot: wa in tuti'uhu tahtadu, dhe nëse ju i bindeni atij, pra i bindeni të dërguarit, atëherë rezultati është se do të jeni të udhëzuar. Po ashtu Allahu i lartëmadhëruar ka thënë në Kuranin fisnik: wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun, dhe bindjuni të dërguarit se ndoshta do të jeni të mëshiruar, ndoshta do të mëshiroheni. Pra shikojmë se në këtë ajet Kurani Allahu i lartëmadhëruar e ka bërë kusht që t'i përfshi mëshira e tij njerëzit, duhet që ata t'i binden të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra në mënyrë që ata njerëzit pra t'i përfshi falja dhe mëshira e Allahut, ata duhet që t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lexojmë përsëri këtë ajet Kurani ku Allahu thot: wa ati'u ar-rasul, dhe binduni të dërguarit, la'allakum turhamun, se ndoshta pra do të mëshiroheni, pra në mënyrë pra që të mëshiroheni. Dhe Sheh Fozani thot: faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-janna wa man 'asahu dhalla wa dakhala an-nar. Vazhdon shpjegimi i Sheh Fozanit, i cili ka thënë prandaj, pra pasi që solli këtë shpjegim dhe këto argumente, këto ajete kuranore njëra pas tjetrës, tani Sheh Fozani thot: prandaj kush i bindet atij, thot, do të udhëzohet, do të jetë i udhëzuar dhe do të futet në xhenet, dhe kush e kundërshton atë, thot, do të humbas nga rruga e drejtë, do të devijojë dhe do të futet në zjarr. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tashmë ka përmendur disa hadithe Sheh Fozani, ka thënë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam: kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasul Allah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. E transmeton Buhari, hadithin nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: të gjithë ju do të futeni në xhennet përveç atij i cili refuzon. I than sahabët, shokët e tij: o i dërguari Allahut, po kush është ai që refuzon? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush më bindet mua do të futet në xhennet, dhe kush më kundërshton mua me të vërtetë që ka refuzuar. Subhanallah. Dhe fjala ka refuzuar këtu, thot Sheh Fozani, pra do të thot ka refuzuar që të futet në xhennet. Pra subhanallah, shikojeni se si këto ajete të Kuranit dhe se si ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë argumente të qarta, subhanallah, për fjalën e autorit, i cili tha: prandaj kush i bindet atij, profetit, do të futet në xhenet, dhe kush e kundërshton atë, do të futet në zjarr. Subhanallah. Dhe gjithashtu thot Sheh Fozani ka sjell një tjetër argument, një hadith tjetër nga i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë: la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, nuk ka, thot, ndonjë person nga jehudët apo nga krishterët, pra nuk ka ndonjë jehud apo ndonjë krishter i cili nuk beson atë me të cilën unë erdha, në atë me të cilën unë jam dërguar, u dërgova, vetëm se do të jetë në zjarr, vetëm se do të futet në zjarr.
E transmeton Muslimi. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nar. Hadha huwa al-fariq bayna al-mu'mini wal-kafir. Prandaj kush i bindet atij të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam do të futet në xhenet dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Dhe Sheh Fauzani ka marrë tani fjalën e Allahut ku Allah thot inna, ne, nuk thot unë, po thot ne. Dikush mund të pyes, sikur se na kanë pyetur, po pse ne kur Allahu Zoti është një, pse ka thënë ne? Pyetje që mund t'i vi nga shejtani, mund t'i vi ndoshta nga pa dituria, nuk ka dituri dhe do të pyesi, është e drejtë e tij. Gjuha arabe ka një specifik, po besoj kjo është në të gjitha gjuhët. Kur thua ne, mund ta thuash edhe në numrin 1, s'ke për qëllim veten tënde, pra një njeri flet në numrin 1, s'ka për qëllim veten e tij, por është një rregull gjuhësor, lingvistik, stilistikor, kur përdoret ne do të thotë tregon për rëndësinë e madhe të çështjes dhe rëndësinë e madhe të folësit. Rëndësinë e madhe të folësit që ai i jep vetvetes tij. Në rastin konkret, ky është rregulli gjuhësor. Në rastin konkret, Allahu i lartëmadhruar është më meritori, më përparsori se të gjithë të tjerët që ta lavdëroj veten e tij të lartëmadhëruar, të lartësuar sikurse është, duke përdorur këtë përemër në numrin shumës ne, që ka për qëllim atë pra veten e tij Allahu i lartëmadhëruar e ngre, e lavdron vetveten e tij të lartësuar. Pra ky është qëllimi ne. Inna, thot Sheh Fauzani, pra është një përemër thot që i referohet Allahut të lartëmadhëruar. Dhe tregon thot se ai pra e madhëron vetveten e tij, pra shfaq madhështi. Duke thënë ne. Arsalna, dërguam ileikum, dërguam tek juve. Dërguam, pra edhe këtu dërguam, pra nuk thot dërgova, po thot dërguam, pra ne dërguam, pra kjo neja në fund, dërguam në numrin shumës, është e njëjta kuptim, pra tregon se Allahu i lartëmadhëruar dërgoi, por ka përdorur dërguam për të thënë madhështinë e tij subhanahu wa taala, lartësinë e tij xhalla shanuhu, i patëmeta është Allahu azza wa jall. Ileikum, tek juve, ne dërguam tek juve, thot Sheh Fauzani, kuptimi tek juve do thot tek ju grupi i xhindëve dhe i njerëzve. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është dërguar për xhindët dhe për njerëzit, dhe këtu ligjërimi i drejtohet të gjithë xhindëve dhe njerëzve. Por duke qenë se ne jemi për njerëzve, ne komunikojmë dhe flasim për njerëzit, pra ligjërimi këtu është për njerëzit, për të gjithë njerëzit, për mbar njerëzimin. Sepse mesazhi, libri që ju zbrit profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i këtij të dërguari fisnik dhe të drejtë, është i përgjithshëm. Pra mesazhi që ju dërguar profetit Muhamedi alayhis salam është i përgjithshëm, gjithëpërfshirës për të gjithë njerëzit, për të gjithë popujt, për të gjitha ngjyrat, racat, kombet, fiset, shtetet, vendet, krahinat edhe kështu me radhë. Nuk është specifik sikur se thon disa politolog, sociolog, filozof, ateist, analist, gazetar, studiues e të tjerë, duke thënë që po ne besojmë që ai ishte profet, po nuk ishte profet për neve, ishte profet për arabët. Kjo nuk është e vërtet. Ai ishte profet për mbar njerëzimin, për fshiktu dhe arabët. Pra, o ju grupi i xhindëve dhe i njerëzve, pra ileikum tek juve, pra tek ju grupi i xhindëve dhe i njerëzve, i referohet pra mbar njerëzve, sepse mesazhi i tij, pra Kurani, i drejtohet mbar njerëzimit derisa të bëhet kiameti, derisa të ndodh kiameti. Dhe këtu rasulen kemi dërguar një pejgamber, këtu bëhet fjalë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shahidan aleikum, i cili është dëshmues tek ju, ose dëshmues për juve, dëshmues mbi juve, ose dëshmues kundra jush. Pra tek Allahu i lartëmadhëruar në ditën e kiametit, sepse ai e transmetoi mesazhin, ai profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të dëshmojë përpara Allahut dhe mbar njerëzimit, xhindëve dhe njerëzve, do të dëshmojë se ai e transmetoi, e kumtoi shpalljen, mesazhin, librin që ati u shpall, Kur'anin dhe Sunetin, dhe se ai u angriti njerëzve argumentin. Ai u sqaroi, u shtjelloi njerëzve argumentin. Pra ai u angriti juve o njerëz dhe xhind argumentin, siç thot Allahu i lartëmadhëruar. Për këtë në Kur'an
rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Hujjatun ba'da ar-rusul. Thot Allahu lartëmadhruar, dhe Allahu dërgoi ata pra të dërguar, të cilët ishin përgëzues dhe paralajmërues. Pra ishin përgëzues me xhennet, përgëzonin njerëzit me xhennet dhe paralajmëronin, friksonin njerëzit nga zjarri i xhehenemit. Pra rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Pra ata të dërguarit që Allahu dërgoi ishin të dërguar përgëzues që i përgëzonin njerëzit me shpresë dhe me xhenet dhe ishin paralajmërues të cilët i paralajmëronin njerëzit nga dënimi i Allahut Azza wa Jall dhe i friksonin ata që të kishin kujdes nga zjarri i xhenemit. Po pse? Thot Allahu Azza wa Jall, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Në mënyrë që pas dërgimit të pejgamberëve, të dërguarve, njerëzit të mos kenë argument para Allahut. Njerëzit të mos kenë justifikim përpara Allahut të lartëmadhruar. Pra, thot Sheh Fauzani, askush në ditën e Kiametit nuk mund të thot dot unë nuk e di që jam i krijuar për të adhuruar Allahun. Unë të mos thot unë nuk e di, unë nuk e kam ditur, unë nuk e dija që jam krijuar që të adhuroja Allahun. Dhe të mos thot askush që unë nuk e dija që çfarë ishte detyrë për mua, çfarë detyrash kisha unë ndaj Zotit. Dhe të mos thot askush që unë nuk e di çfarë ishte ndaluar për mua, çfarë ishte haram për mua, çfarë më kishte ndaluar mua Allah, unë nuk e di. Prandaj janë dërguar pejgamberët. Dhe ky umet ka një specifik të madhe, umeti i fundit, umeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka një specifik dhe një vlerë madhështore sepse ata janë umeti i fundit, por ata do të dëshmojnë tek Allahu i lartëmadhëruar përpara Allahut kundër ose ndaj të gjithë umeteve të tjerë, ndaj të gjithë popujve të tjerë tek të cilët kanë ardhur pejgamberë të tjerë. Ata do të dëshmojnë, do thonë po, Allahu na ka thënë neve, na ka treguar neve që Allahu ka dërguar pejgamber në çdo popull tjetër, në çdo profet. Ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, dhe kështu neve dhe ashtu ne ju bëm juve një popull të mesëm, pra një popull të drejtë. Një popull të mesëm këtu është për qëllim një popull të drejtë. Litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Pra Allahu Azza wa Jall thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Dhe ashtu ne ju bëm juve një popull të mesëm, pra të drejtë, për të qenë ju dëshmitar në ditën e gjykimit ndaj njerëzve dhe që i dërguari të jetë dëshmitar ndaj jush. Pra ne si umet i fundit do dëshmojmë përpara Allahut për umetet e tjera, ndërkohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të dëshmojë ndaj nesh në ditën e Kiametit që ai na i transmetoi neve të vërtetën. Pra ky umet, thot Sheh Fauzani, do të dëshmoj ndaj të gjithë umeteve të tjerë, ndaj të gjithë popujve të tjerë në ditën e Kiametit që të dërguarit pejgamberët e tjerë përpara profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e kanë transmetuar mesazhet, u kanë transmetuar popujve të tyre mesazhet, pra librat, shpalljet, mësimet, gjykimet, urdhëresat, ndalesat, u kanë transmetuar. Dhe ne do ta dëshmojmë këtë si umet, sepse ne e kemi gjetur këtë fakt, e kemi ditur, e kemi mësuar këtë gjë në librin e Allahut. E kemi mësuar këtë në librin e Allahut të lartëmadhëruar, sepse Allahu i lartëmadhëruar na ka treguar neve lajmet, njoftimet, ngjarjet, ndodhit e popujve të kaluar në Kur'an. Na i ka shpjeguar në Kur'an populli çfarë ndodhi me popullin me Isa alayhis salatu wasalam, çfarë ndodhi me Isën dhe popullin e tij, çfarë ndodhi me Musën dhe popullin e tij, me Ibrahimin dhe popullin e tij, dhe kështu me radhë.
Pra, duke qenë se Allahu na i ka shpjeguar neve këtë në Kur'an, ne do të dëshmojmë. Dhe nëse kur të pyetemi po ku e dini ju, e dim nga libri i Allahut të lartëmadhëruar. Ky është kuptimi. Kullu hadha arafnahu min kitabillah, thot Sheh Fozani, dhe të gjitha këto ne i kemi mësuar, i kemi ditur nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Të cilit, pra Kuranit fisnik, të cilit nuk i vjen e kota, nuk e zë e kota, nuk e prek e kota e pavërteta, as nga përpara dhe as nga mbrapa dhe as nga një lloj ane, nuk i vjen atij e kota. Kuranit madhështor, Kuranit fisnik. Dhe vazhdon më tutje shpjegimin e ajetit Kuranit Sheh Fozani, fjalën e Allahut Azza wa Jall, wa yakuna ar-rasulu wa yakuna ar-rasulu, pra tek fjala që lexuam, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dhe kështu neve ju bëm juve një ummet të mesëm, mesatar, pra të drejtë, që të jeni dëshmitar mbi njerëzit, për njerëzit, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, dhe që i dërguari të jetë dëshmitar tek juve, dëshmitar për juve. Tani kuptimi i kësaj, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, dhe që të jetë i dërguari dëshmitar ndaj jush. Kush është ky i dërguar? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është dëshmitar pra mbi juve, pra mbi umetin e tij, mbi umetin e fundit, mbi ne të gjithë. O umeti Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të dëshmoj kundra jush, pra tek juve, ndaj jush, do të dëshmoj pra ndaj jush, përpara jush dhe përpara Allahut të lartëmadhëruar, tek Allahu në ditën e Kiametit, me argument. Pra se ai e ka ngritur argumentin dhe e ka transmetuar librin, e ka transmetuar mesazhin, e ka transmetuar të vërtetën. Ju ka këshilluar juve tek Allahu Azza wa Jall për hir të Allahut subhanahu wa taala, prandaj nuk ka justifikim, nuk ka arsyetim për askënd në ditën e Kiametit që thotë nuk më erdhi mua asgjë. Nuk pash gjë, nuk dëgjova gjë, nuk di gjë, më erdhi asnjë libër, asnjë profet, asnjë pejgamber nuk erdhi, nuk më erdhi e vërteta, asnjë argument, asnjë fakt, asnjë provë, unë nuk di gjë. Nuk më erdhi mua asnjë këshillues, asnjë paralajmërues, asnjë pejgamber që të më friksonte, të më kërcënonte, të më tërhiqte vërejtjen. Madje thot Sheh Fozani, edhe jo muslimanët, kafirat, do ta pranojnë këtë gjë, këtë fakt në ditën e Kiametit kur të hidhen në zjarrin e xhehenemit. Siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në surën Mulk. Thot Allahu Azza wa Jall, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa kullama nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Në ditën e Kiametit, thot Allahu subhanahu wa taala duke përshkruar një episod, një ngjarje, një fragment prej ngjarjeve, prej ndodhive të ditës Kiametit. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, na ka treguar në këtë ajet Kur'ani. Sa herë që të hidhen në zjarr ndonjë turm prej turmave të banorëve të zjarrit, se do të hidhen grupe, turma, kategori, në bazë të besimeve, cilësive, gjynajeve, kështu me radhë. Pra thot Allahu, sa herë që hidhet në zjarr ndonjë turm, i pyesin ata rojtarët, ruajtësit e zjarrit, mbikëqyrësit e zjarrit që janë me lajket. Subhanallah, i pyesin me lajket, rojtarët e zjarrit i pyesin ata dhe u thonë, alam ya'tikum nadhir, a nuk u erdhi juve ndonjë pejgamber paralajmërues kur ishit atje në dynja gjallë, nuk ju erdhi juve ndonjë pejgamber që t'ju njoftonte për këtë ditë, për xhenetin dhe xhehenemin, për zjarrin e xhehenemit? Alam ya'tikum nadhir, a nuk ju erdhi juve ndonjë pejgamber paralajmërues? Çfarë than ata? Thot Allahu Azza wa Jall se ata do të thonë, ata than po sigurisht, qalu bala, po patjetër. Qad ja'ana nadhirun fakadhabna. Subhanallah. Po, do të thonë ata, sigurisht që na erdhi neve pejgamberi, i cili na paralajmëroi neve. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadhabna, por ne përgënjeshtruam atë pejgamberin. Ne e përgënjeshtruam atë
dhe tham, çfarë than ata? Jo vetëm që nuk e besuan, jo vetëm që e mohuan e përgënjeshtruan, por çfarë i than? E akuzuan ata dhe besimtarët dhe than, subhanallah, Allahu nuk shpalli asgjë. Ata than, sigurisht që na erdhi neve pejgamberi i cili na paralemroi, por ne e përgënjeshtruam atë dhe tham, Allahu nuk shpalli asgjë, e juve, pra profeti dhe ata që ishin me profetin, e juve nuk keni gjë tjetër vetëm se në një humbje të madhe. Pra ato grupe jo muslimanësh që do të hidhen zjarr, të cilët jo vetëm që e mohuan pejgamberin e tyre në kohën kur ishin gjallë në dynja, ai pejgamber që erdhi tek ata, por e përgënjeshtruan atë dhe i than, juve, pra ti pejgamber dhe shokët e tu, besimtarë që janë me ty, nuk jeni në një gjë tjetër vetëm se në një humbje të madhe. Ju jeni të humbur. Dhe vazhdon Sheh Fauzani me shpjegimin e mëtejshëm të ajetit, ku Allahu thot, kema arsalna ila fir'auna rasula, pra jemi tani te ajeti qendror i këtij argumenti. Pra Allahu azza wa jall thot, e përsërisim ajetin kryesor, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, me të vërtetë që ne kemi dërguar tek juve një pejgamber i cili është dëshmues ndaj jush. Pjesa tjetër, kema arsalna ila fir'auna rasula. Këtë do shpjegojmë tani. Fjalën Allahut, kema arsalna ila fir'auna rasula, ashtu siç dërguam edhe tek faraoni një pejgamber. Kush është pejgamberi që dërguat tek faraoni, alayhi salatu wasalam? Është Musa, alayhi salatu wasalam. Dhe faraoni si emër, si term, që e kemi dëgjuar gjithë, e kemi mësuar edhe në histori përpara se të kuptonim çështjet fetare. Pra faraon është një term, është një emër që tregon për mbret. Pra ndryshe quhet mbret shtypës, mbret diktatorial, pra diktator, despot. Në Egjiptin e lashtë e kishte emrin faraon. Pra ky është kuptimi i fjalës faraon. Pra është një titull të një pushtetari i cili ishte gradën e mbretit. Por ishte mbret, domethënë diktator. Quhej faraon në Egjipt. Çfarë bëri faraoni i Musës alayhi salatu wasalam? Ai idda'a ar-rububiyya. Ai pretendoi rububietin. Ai pretendoi sundimin, pretendoi se ishte Zot. Që ishte Zot, krijues, sundues, rregullator, rregullues, Allahu na ruaj. Siç Allahu azza wa jall ka thënë për atë, se ai tha, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Dhe pra Firaon është një nofk, është një emër, pra është një epitet që tregon një cilësi të veçantë dhe ishte pra një titull që kishte mbreti në kohën e Egjiptit të lashtë. Qëllim wal murad bihi huna Firaun alladhi idda'a ar-rububiyya, dhe qëllim këtu me fjalën faraon, thotë Sheh Fauzani, është ai faraon i cili u dërgua Musa tek ai dhe i cili pretendoi se ishte Zot. Këtu është me termi faraon në këtë ajet Kurani është për qëllim për atë faraon. Specifikisht. Fa asa Firaunu ar-rasul, dhe vazhdon Sheh Fauzani me shpjegimin e pjesës tjetër të ajetit, ajeti tjetër, dhe faraoni e kundërshtoi të dërguarin, e kundërshtoi Musa alayhi salatu wasalam, u bë arrogant, u bë mendjemadh, nuk ju nënshtrua Allahut azza wa jall dhe urdhrave të Musës alayhi salam. Dhe ky pejgamber pra ishte Musa alayhi salatu wasalam, dhe faraoni mohoi atë dhe atë me cilin Musa u dërgua tek ai. Siç na tregon Allahu i lartë madhruar në librin e tij, ajo çfarë ndodhi midis Musës dhe midis faraonit, pra historia që ndodhi midis Musës alayhis salam dhe faraonit, dhe se si përfundoi kjo histori dhe se si përfundoi Firaoni i mbytur bashkë me popullin e tij, sikurse keni lexuar në Kur'anin madhështor. Cili ishte rezultati pasi që faraoni e refuzoi Musën alayhis salam? Allahu thot: fa akhadhnahu akhdhan wabila. Dhe për shkak të mohimit të faraonit, thot Allahu, dhe ne për shkak pra të mohimit të faraonit, ne e dënuam atë, thot Allahu, me një dënim të dhimbshëm, me një dënim të ashpër,
me një dënim të mundimshëm, një dënim madhështor. Pra Allahu i lartëmadhëruar e dënoi faraonin me një dënim duke e mbytur atë dhe popullin e tij në det. Pastaj e futi në zjarr. Dhe kjo ka ardhur në Kur'an, e shpjeguar, Allahu Azza wa Jall thot: "Mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara." Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytën në det dhe menjëherë më pastaj u futën në zjarr. Pra, mimma khati'atihim, për shkak të gjunaheve të tyre, u përmbytën në det, wa udkhilu nara, dhe u hodhën në zjarr. Fa udkhilu nara, dhe menjëherë u hodhën në zjarr. Thot Allahu lartëmadhëruar në një ajet Kurani: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Thot Allahu lartëmadhëruar, ata i ekspozohen zjarrit, i paraqiten zjarrit, pra i prek ata, i kap ata zjarri mëngjes dhe mbrëmje. Dhe këtu do dalim në një çështje fetare që lidhet me dënimin e varrit, me ekzistencën e barzahut, jetës së varrit, jetës së ndërmjetme, që shumë prej grupeve të bidatit, prej grupeve sekteve të devijuara e mohojnë ekzistencën e jetës së varrit, e mohojnë që në varr ka jetë, ka dënim, ka dhe shpërblim. Do të shikojmë në këto dy ajete Kurani se si Allahu i lartëmadhëruar e paraqet këtë realitet, ekzistencën e jetës varrit dhe dënimin në të. Thot Allahu i lartëmadhëruar: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Ata i ekspozohen zjarrit në mëngjes dhe mbrëmje. Shikoni me vëmendje. Hadha fil barzakh qabla al-akhirah. Kjo thot është në barzakh, në jetën e ndërmjetme, në jetën e varrit, përpara ahiretit, përpara botës tjetër. Yu'raduna 'ala nar sabahan wa masa'an ila an taquma as-sa'a. Ata i prek zjarri, i kap zjarri, i djeg zjarri, pra i ekspozohen zjarrit në sabah, në mëngjes dhe në mbrëmje derisa të bëhet kiameti. Dhe ky është argument për dënimin e varrit. Allahu na ruaj të gjithëve nga dënimi i varrit. Pastaj Allahu thot: "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Shikoni tani. Faraoni dhe pasuesit e tij po dënohen në varr. Kush e tregon këtë? Tregon ajeti tjetër se Allahu thot: "Ndërsa në ditën e kiametit u thuhet engjëve, u thuhet me lakeve, futini i start e faraonit në një dënim më të rënd." Por ata ishin duke u dënuar në varr, por do të ringjallen në ditën e kiametit dhe nga një dënim që ishin në jetën e varrit do të hidhen në një dënim tjetër. Pra, këto dy ajete ku Allahu thot: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Zjarri, ata janë që i ekspozohen, pra zjarrit mëngjes dhe mbrëmje, pra faraoni dhe i start e tij, edhe pse janë në varr, i ekspozohen. Por çfarë ndodh? Allahu thot: "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Por kur të bëhet kiameti, u thuhet me lajkeve, Allahu i thot me lajkeve, futini faraonin, adkhilu fir'aun, adkhilu ala fir'aun, futini pra i starët pasuesit e faraonit në një dënim më të rënd, më të ashpër. Dhe thot Sheh Fauzani dhe dietarët e tjerë të komentimit të Kuranit se këto ajete janë argumenti qartë për dënimin e varrit, që ekziston dënimi i varrit në kundërshtim me pasuesit e bidatit, me pasuesit e sekteve dhe grupacioneve të devijuara, të cilat kanë devijuar nga akidja e ehli sunne wal jamaa, nga akidja e ehli sunetit, nga akidja e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por kanë pasuar logjikën e tyre, epshet e tyre, pasionet e tyre, endjet e tyre dhe kanë mohuar dënimin e varrit. Pra kjo është në kundërshtim me këto grupe. Dhe përfundon Sheh Fauzani këtë pasazh, këtë pjesë duke thënë: "Hadhihi thalathu uqubat." Allahu i lartëmadhëruar u dha atyre faraonit dhe pasuesve të tij këto tre dënime. E para, Allahu i mbyti ata me përmbytje dhe i zhduku pra totalisht, plotësisht i shfarrosi, pa lënë asnjë prej tyre. Brenda një çasti të vetëm, kur ata u përmbytën në det. E dyta, ata dënohen në berzakh, në jetën e varrit, derisa të bëhet kiameti.
me ajetin e Kuranit që lexuam mëngjes dhe mbrëmje. E treta, kur ata të ringjallen në ditën e Kiametit do të futen në një dënim më të madh se sa ai në cilën ndodheshin në jetën e varrit. Allahu na ruaj të gjithëve. Prandaj, dhe e përmbyll Sheh Fozani, prandaj thot, kushdo që e kundërshton Muhammedin, profetin, pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet që përfundimi i tij do të jetë një përfundim më i ashpër, më i rënd se sa përfundimi i popullit faraonit, sepse Muhamedi, profeti jon, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është profeti më i mirë nga të gjithë profetët, është pejgamberi më i mirë nga të gjithë pejgamberët, dhe se kush e kundërshton atë do të ketë dënim më të madh, do të ketë dënim më të rënd. Dhe pjesa që ne e tham, akhdha wabila, pra Allahu tha se ne i kapëm ata me një dënim të madh, me një dënim të rënd, pra bëhet fjalë këtu me një dënim pra shedid, qawi, për një dënim pra të ashpër, të rënd, pra të fortë, i cili pra i rrept, i rënd, i ashpër, i cili nuk ka tolerim dhe nuk ka zbutje të atij dënimi. Allahu azza wa jall thot: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid." Thot Allahu azza wa jall, dhe ja kështu është dënimi i Zotit tënd kur dënon vendet që janë zullumqare, kur dënon vendet e atyre popujve që janë zullumqar, vërtet që dënimi i tij është i dhëmshëm, pra është i ashpër. Dhe e fundit, fjali e fundit, synimi, qëllimi me dërgimin e pejgamberve dhe me dërgimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është që t'i bëhet njerëzve e qartë rruga e adhurimit. Prandaj kush i bindet atij do të futet në xhenet dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarr. Ashtu sikurse, shikoj, përfundojmë tani. E filluam argumentimin me ajetin e Kuranit dhe përfundojmë me këtë shpjegim të këtij ajeti, ashtu sikurse faraoni u fut në zjarr, sepse atëre kur e kundërshtoi faraoni dhe iftarët e tij, atëre kur e kundërshtuan të dërguarin e tyre Musën alayhi salatu wassalam, wa kadhalika a'da'u ar-rusuli kulluhum hadha sabiluhum wa hadha tariquhum, dhe përfundon Sheh Fozani duke thënë, dhe gjithashtu do të ndodh me të gjithë armiqt e pejgamberëve, me të gjithë armiqt e të dërguarve, të gjithë së bashku pa përjashtim armiqt e pejgamberëve. Kjo është rruga e tyre, kështu do të ndodh edhe me ata të cilët i kundërvijnë të gjithë pejgamberëve ose ndonjërit prej pejgamberëve apo pejgamberit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusa Allahun e lartë madhruar që të na bëjë neve prej pasuesve të gjithë pejgamberëve dhe të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elusa Allahun që të na bëjë neve prej pasuesve të së vërtetës, prej pasuesve të sunetit, dhe të na ruaj neve nga dyshimet në fe, nga devijimet dhe nga humbjet në fe. Allahu na forcoft në rrugën e drejtë, na fal gjunahet tona, na mbuloft metat tona, na i shtoft diturinë e dobishme dhe veprat e mira, dhe na dhën sinqeritet në jetën tona, në fjalët tona, në veprat tona. Allahu a'lam, Allahu di më së miri. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin.